presidencës daneze dhe kjo është një rekord. Ky gur kilometrik shërben si njohje e punës madhe që ka bërë Shqipëria drejt së ardhmës së europiane. Angazhimi ndaj reformave dëshmuar nga qeveria shqiptare dhe populli i saj është vërtet mbreslënës. Raporti i zgjerimit nga Komisioni tregon se Shqipëria vazhdon të ecë përpara sa i takon themeloreve, sidomos për reforma në drejtësi dhe në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Hapi tjetër është përmbushja e piketave të ndërmjetme në kuadër të themeloreve. Ky hap do të përgatit terrenin për të filluar e të mbyllur kapitujt negociues. E inkurajoj Shqipërinë që të ruaj të vrut reformash dhe të nxit dialog gjithëpërfshirës politik. Zgjerimi është përparësi e presidencës daneze. Sot, ne po japim një tjetër rezultat. Në qoftë se Shqipëria vazhdon në këtë drejtim me të njëjtin fokus, ritëm dhe cilësi që kemi parë deri tani, jam e sigurt që antarësimi do të arrihet në një të ardhmë shumë të afërt. Shqipëria i përket familjes europiane. Dua t'ju falenderoj kryeministër Rama për bashkëpunimin gjatë këtij 6 mujori. Është vërtet mbreslënëse se sa shpejt po jepni rezultate. Gjithçka mund të them është vazhdoni kështu dhe do të jeni pjesë e bashkimit europian më shpejt se sa vonë. Faleminderit. Faleminderit, komisionere.